Përshëndetje miqja dhe receta e bukës, me që ju dhash fjalën sot sa erdha nga puna, ula dhe po regjistroj videon. Shumë e thjeshtë kjo recetë, megjithatë bukën sido qoftë ta përgatitesh në shtëpi, nuk ka të paguar. Do të tregoj dhe foton e miellit, e kam bler tek Konad, miell tipo 0, miell tipo 1. Për këtë recetë kam përdorur, 500 gram miell tipo 0 dhe 500 gram miell tipo 1. 3 grama ja bire të freskët e hedhim në një brumatrice. I rash shkurt me brumatrice, me që ishte shumë vonë isha lodhur edhe për shpejtësi. Shtoj pak ujë për zima janë e birës. Gjithsej 650 ml ujë në temperaturë dhome, shtojmë mielin dhe rrafim me brumatrice, duke rrafur dhe duke shtuar ujë pak e nga pak. Mbasi e kemi përzier mirë brumin, shtoj 25 gram krip. Ky është rezultati, pak vaj ulliri, brumit i dhash 3 palosje në çdo 15 minuta. E lash gjithë natën temperaturë dhome dhe të nesër mëngjes përkata tavolinën, siç e pat video ndje në orën 5:30 të mëngjesit, e ndava në 2 pjesë. I dhash formën dhe në 2 tasa vendosa picet kuzhinët së përkatur me miell di grano duro, miell gruri, e mbulova mirë dhe i futa në frigorifer, hika në punë. Mbasi erdha nga puna, ishte ora 2:30, ky ishte rezultati. Vendosim në një letër furre. Megjithmonë doli shumë e shishme. Mos i duket në një punë kush e di, sepse kam bërë gjithë ato punë, nuk është se ja marr vetëm me bukën, se disa më shkruajnë që do shumë kohë, nuk do shumë kohë. Mjafton që të organizohesh. Ky është rezultati. I japim disa prerje edhe me brisk, më falni tani e vendosim të psit para nxehur me gjithë letrën e furrës, prerje me brisk dhe direkt në furrë para nxehur me 230 gradë, vendosim dhe pak ujë poshtë siç e pat, 230 gradë për 30 minuta, ullim temperaturën me 200 gradë për 20 minuta, vazhdojmë pjekjen dhe ky është rezultati, edhe shikoni, doli sfyngjer, ma pëlqyen shumë në familje, unë e preva që të ngrohtë, me qik vaj ulliri, me qik djath feta dhe me gjithmonë u kënaqa. Ju përshëndes, ciao ciao!